Në sheshin përpara kryeministrisë në Tiranë është mbajtur protesta e 19 radhazi qytetare, ku mijëra e qytetarë janë mbledhur për të shprehur pak kënaqësinë e tyre ndaj situatës politike në vend. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë, duke vijuar me thirrje të përsëritura kundër qeverisë aktuale. Në të njëjtën kohë, gjatë ubimit janë dëgjuar edhe kritika të drejtuara ndaj opozitës, duke reflektuar një qëndrim më të gjerë ndaj gjithë klasës politike. Një nga sloganet kryesore të protestës ka qenë "Opozita jemi ne", që sipas pjesëmarrësve shpreh refuzimin ndaj partive tradicionale dhe kërkesën për një përfaqësim të ri qytetar në jetën politike të vendit. Protestuesit kanë theksuar se përgjegjësia për situatën aktuale nuk lidhet vetëm me mazhorancën, por me të gjithë spektrin politik ekzistues, duke kërkuar një ndryshim të thellë të sistemit përfaqësues. Për shkak të temperaturave të larta, organizatorët kanë vendosur që edhe kjo protestë të nisë në orën 19 me qëllim që qytetarët të marrin pjesë në kushte më të favorshme. Edhe protesta e një ditë më parë është karakterizuar nga pjesëmarrje e lartë me qytetarë të shumtë që kanë mbushur sheshet dhe kanë vijuar marshimin në qendër të kryeqytetit, duke mbajtur gjallë serinë e tubimeve të përditshme.